Historiku I agjerimit të Ramazanit. Në heshtjen e natës së shkretëtirës arabe, në një kohë kur njerëzimi kërkonte dritë dhe udhëzim, po përgatitej një nga adhurimet më të mëdha që do të ndryshonte jetën e miliona besimtarve. Ky është historiku I Ramazanit, muaji I mëshirës, sakrificës dhe afërsisë me Zotin. Por si filloi agjerimi? Kur u bë detyrim dhe sa Ramazane agjeroi vetë profeti? Për të kuptuar historinë e Ramazanit, duhet të kthehemi më shumë se 1400 vite pas, në qytetin e shenjtë të Mekës. Atje jetonte një burr I njohur për ndershmërinë dhe urtësinë e tij. Ai ishte Muhamedi alayhis salam. Ai shpesh tërhiqej nga zhurma e botës dhe kërkonte vetmin për të medituar dhe reflektuar mbi krijimin. Në një natë të veçantë, në shpellën Hira, ndodhi ajo që do të ndryshonte historinë e njerëzimit. Aty filloi shpallja e parë dhe Kurani. Kjo natë ishte në muajin e Ramazan. Pikërisht, kjo e bën Ramazanin muajin më të nderuar, sepse është muaji në të cilin filloi zbritja e fjalës së Zotit. Allahu thotë në Kur'an: O ju që besuat, agjerimi ju është bërë obligim, ashtu siç ishte obligim për ata para jush që të bëheni të devotshëm. Surja El-Bekare 183. Por edhe pse shpallja filloi në Mekë, agjerimi nuk u bë menjëherë detyrim. Për shumë vite, muslimanët nuk e kishin ende obligim agjerimin e Ramazanit në formën që e njohim sot. Pas 13 viteve të thirrjes në Mekë, profeti dhe besimtarët emigruan në qytetin e Medinës. Ky emigrim I njohur si Hijret shënoi fillimin e një epoke të re për muslimanët. Pikërisht, në vitin e dytë pas Hijrit, Allahu shpall urdhrin që e bëri agjerimin e Ramazanit të detyrim për çdo besimtar të rritur dhe të aftë. Kjo do të thotë se agjerimi I Ramazanit u bë obligim rreth vitit 624 pas erës sonë. Para kësaj, muslimanët kishin agjeruar në mënyra të tjera, si agjerimi I ditës së Ashures. Por tani Allahu vendosi një adhurim të plotë, një muaj të tërë sakrifice, vetëpërmbajtjeje dhe pastrimi shpirtëror. Nga ai moment, Ramazani u bë një shtyllë e Islamit, një adhurim I pandashëm nga jeta e besimtarit, por një pyetje e rëndësishme mbetet. Sa Ramazane agjeroi vetë profeti Muhammed, paqja e Allahut qoftë mbi të. Profeti ndërroi jetë në vitin e 11 pas Hijrit. Me që agjerimi u bë obligim në vitin e 2 pas Hijrit, kjo do të thotë se ai agjeroi gjithsej 9 Ramazane të plota. Vetëm 9 Ramazane. Megjithatë, ndikimi I tij në mënyrën si agjerojmë sot është I përjetshëm. Ai nuk e shihte Ramazanin thjesht si ndalim nga ushqimi dhe pija. Ai e shihte si një periudhë transformimi. Ramazani ishte koha kur ai shtonte adhurimin, zgjatej në namaz natë, lexonte më shumë Kur'an dhe tregonte më shumë bujari se në çdo kohë tjetër. Sahabët transmetojnë se profeti ishte më bujar në Ramazan se era që sjell shiun. Ramazani gjithashtu lidhet me një nga netët më të mëdha në histori, natën e Kadrit. Është nata në të cilën filloi shpallja e Kuranit, një natë më e vlefshme se 1000 muaj. Kjo e bën Ramazanin jo vetëm muaj agjerimi, por muaj historie, muaj shpalljeje dhe muaj transformimi. Në vitet e Medinës, muslimanët e jetuan në Ramazanin në rrethana të ndryshme. Disa Ramazane erdhën në kohë paqeje, ndërsa të tjera gjatë betejave të vështira, si beteja e Bedrit, e cila ndodhi pikërisht në Ramazan. Edhe në këto rrethana, besimtarët vazhdonin agjerimin e tyre, duke treguar se Ramazani nuk është thjesht një ritual, por një dëshmi e besimit. Me kalimin e kohës, Ramazani u bë pjesë e pandashme e identitetit të muslimanëve në të gjithë botën. Nga shkretëtirat e Arabisë deri në qytetet moderne të sotme, miliona njerëz ndalojnë ushqimin dhe pijen nga agimi deri në perëndim, duke ndjekur të njëjtin adhurim që filloi më shumë se 14 shekuj më parë. Por historia e Ramazanit nuk është vetëm historia së kaluarës, ajo vazhdon çdo vit. Sa herë që lind agimi I parë I Ramazanit, besimtarët lidhen me të njëjtin adhurim që praktikoi profeti. Ata ecin në të njëjtën rrugë shpirtërore, përjetojnë të njëjtën sakrificë dhe kërkojnë të njëjtën mëshirë. Ramazani është një kujtesë se Islami nuk është vetëm besim, por praktik. Nuk është vetëm fjalë,
por veprim është një muaj që na lidh me fillimin e shpalljes, me jetën e profetit dhe me qëllimin e ekzistencës tonë. Nga shpellahira, në zemrat e miliona besimtarëve sot, Ramazani mbetet një udhëtim i përjetshëm drejt dritës, devotshmërisë dhe afërsisë me Zotin. Dhe kjo histori vazhdon çdo vit me çdo agjërues.